Nuk kemi pasur ftesa nga askush. Unë e pres që në këtë frym forcat politike të jenë të përgjeshme. Nuk zhbllokohet me votat tona këtë situatë. A ditë ka pas lëvizje kur më thonë për ato letra që ishin. Do kishte letra edhe nga partia parë, kishte letra edhe nga partia e tretë. Kuptimin që u lëviz diçka pavarësisht tani rezultatet i pam përgjigjet. Po shpresoj që si më thënë po hargjohen në gjitha këto mundësitë, eksplorimet që janë duke i bërë forcat politike. Momenti është më i thirrë përgjithësisë. Të gjithë do të kuptojnë që institucionet Kosova urgjent duhet me i pas. Bota rajoni rreth neve është në trazim. Kosova nuk e ka luksin me vazhdu me vetë kështu. Sa më shpejt na duhet institucionet, sa më shpejt na duhet një qeveri në punë, e cila e jep dinamik dhe impuls të ri ekonomisë. Gjendja ekonomike në Kosovë kur ma keq ka qenë, duhet urgjentisht marrim përgjegjësi për ta rilëvizur ekonominë e Kosovës, diplomacinë e Kosovës dhe kështu shteti të merr përgjegjësi që i takojnë. Shqeni njerëzit kanë votuar. Përgjegjësia është e madhe. Çfarë kjo do na më shumë zgjedhje? Ata na kanë zgjedhur për të zgjedhur institucionet. Në politikë, madhështia në politikë është sikur të jeni media. Media lirë është kur ju jeni të gatshëm në një studio me ndëgju ato që nuk është e këndshme për juve e me vazhdu me bashkëbisedu. Kjo është media lirë. Dhe në politikë është një njëjta gjë. Duhet bashkëbisedojsh, e tulësh të tentojsh me gjetë marrëveshje me ato që s'pajtohesh. Me ato që pajtohesh nuk ka nevojë marrëveshje me pas. A keni pas një ftesë për këso marrëveshje me lëvizjen vetëvendosur? Nuk kemi pasur ftesa nga askush. Unë e pres që në këtë frym forcat politike të jenë të përgjeshme edhe të kryejnë misionin që e kanë para votuesve vetë, secila nga ne. Nisma në këtë drejtim do të jap kontributin e vet sipas fuqive që e ka. Ne kaq kemi fuqinë tonë politike, kaq kemi mundësinë, edhe në këtë kontekst, në këtë mas që e kemi, do të jemi të përgjeshëm. Prandaj edhe kemi thënë që nga fillimi. Po, ne i përgjigjëm ftesa, ne ulim, bashkëbisedojmë, nuk do të thotë që pajtohemi. Po ulim e bashkëbisedojmë, tentojmë për të pajtuar. Po dhe mos më pajtu, ka dikush që do të gjendet pajtimi edhe marrëveshje. Kjo kështu është sprovimi deri në limit të taktikave ose të durimeve të cilat besoj do të jepet fund, sikur që thash. Njerëzit janë zgjedhur për të zgjedhur institucionet. Vendimet politike tjetër s'ka të zhbllokohet kjo situatë, keni 3 vota, pse s'po nuk zhbllokohet me votat tona kjo situatë. Edhe ju e dini. Nuk zhbllokohet. Ju duhet përsëri forcat politike të cilat kanë përgjegjësi të mëdha këtë anë. Edhe ju dini si bëhet ajo punë. Kosova ka nevojë për një shumicë parlamentare shpejt, shpresoj që do ta ketë.